Ajo banesa jonë është banesë struktura austriake, rikonstruksion italian, edhe është e një gjumë. Edhe po të shikosh sot, shife është komplet si ajo banese që ka ngretë flamurën e pavarësisë. Edhe ai ka kalu një aty. Po çfarë do i bëhet asaj? Do ta prishim fare. Fare. A e kuptoj. Neve kemi murin otoman, 1500 që ruhesh me shumë rëndësi të madhe, me kartele dhe të gjitha, kurse tash ai nuk pyet për këto mure, prish edhe banesat që janë antike. Poshtë nes tash, poshtë nes as 3 metra, bëhen 2 banesa, nuk e di sa kat, edhe kur vjen muhabeti, prish tonën, edhe ato i bën. E kam shumë qartë. Më duket që nuk është as e arsyeshme, as e logjikshme. Ato që kanë gjon dorë, kanë pozit, kanë detyrë, kanë karrike, kanë detyrimin të pyesin, kanë detyrimin ta nigjojnë. Më duket janë shumë të ngutshme. Këto gjëra nuk bëhen me shpejtësi. Këto bëhen me vendim. Kohë kanë pasur. Me qytetarë. Ato kanë pasur kohë që në 2020-ën të pyesnin e t'ju merrnin gjithëve, kështu që nuk ka lidhje me kohë. Faleminderit. Faleminderit edhe për ju edhe shpresojmë që të shkoj zëri atje ku duhet. Ashtu.